Si zbuluan sallën e koncertit magjik të Alfias, Musa hap kafenen e saj muzikore me shpresën se instrumentët magjik mund t'i ndihmojnë të mbrojnë Alfian nga shtrigat e kullës së reve. Por kur vjen Xhuxhi dhe vjedh zërin e Musës, i humbasin të gjitha shpresat dhe për të marrë mbrapsht zërin e saj, Wingsat e ndjekin deri në botën e librit të legjendave. Sa i bukur ai Zanës! Jam e fat që tani e kam unë! Nuk funksionoi! E Janit, është e pamundur që ai të përballojë fuqitë tona nëse ne jemi të bashkuara. Në rregull, grupi Bashkimi Magjik i Fuqive! Zana budallaqe, nuk e shikoni pak? Mundoni sa të doni. Nuk do të më mposhtni kurrën e kurrës. Magjia jonë nuk funksionon fare. Nuk mund të dorëzohemi. Keni të drejtë. Ne nuk jemi mposhtë ndonjëherë nga ndonjë përbindësh i triksave. Do t'ja dalim dhe kësaj radhe. Triksat e unë nuk funksionojnë si një i vetëm. Unë jam vetëm dhe bëj qefin tim. Në këtë rast, ndoshta mund ta bëjmë atë të na kuptoj. Tani po mundoheni të ma fiksoni me zor këtë ide në kokë. Të bëjmë një marrëveshje dhe t'i japim fund kësaj gjëje. Plum, nuk mendoj se kjo është vërtet një ide e mirë. Dhe nga do ta dim që nuk do na mashtroj përsëri? Duhet t'ja kthejmë përsëri zërin Musës. Është shoqja jon. Duhet ta ndihmojmë. Kemi ndonjë zgjidhje tjetër? Mos të përmendim që na duhet energjia e zërit të saj për të mbrojtur Alfean. Të gjorat vajza, që po përpiqen të ndihmojnë shoqen e tyre. Mos u shqetësoni, do t'ju jap atë që kërkoni dhe ta mbyllim një herë mirë. Me të vërtet? Oh, sa më pëlqen kur i marr gjërat që dua. Por përsëri, më duhet të them që ky zë është mjaft me vlerë. Do të më duhet diçka prej jush si këmbim. Por ti e vodhe! Nëse kjo është mënyra e vetme për të shpëtuar Musën, atëherë ne jemi dakord. Në rregull pra, më ndiqni. Më duhet diçka e veçantë, magjike, diçka e rrallë, si ato në koleksionin tim që shikoni atje tej. E di çfarë mund t'i japim. Por nëse e bëjmë, çfarë shansesh kemi? Oh, jam i sigurt që keni diçka të cilën jeni të gatshme ta dhuroni. Diçka që mund të ma jepni që nesër për shembull. Nuk kemi asgjë të rrallë sa këto relike. E po, përveç Chelsea të librit të legjendave. Stella! Po, duhet ta them se ideja jote është e shkëlqyer. Ju duhet të më dorëzoni Chelsea në librit të legjendave tani. Sa më shpejt, më thoni, a jeni gati? Çfarë? Pra? Më thoni, ndoshta është tepër i veçantë për të ma dhënë mua? Uroj që të jeni dakord, se nëse nuk jeni dakord, nuk pranoj asgjë përveç atij Chelsea që të ma jepni. Oh, sa e vështirë. Kjo lidhet me territorin. Po, për tani çfarë do të bëjmë? Vajza, më dëgjoni. Eldora? Eldora, jemi këtu. Në rregull. Mendojeni çfarë është më e rëndësishme për ju dhe bëni atë që është e drejtë. Pa më thoni, a e morët vendimin tuaj vajza? Sepse nuk kam ndërmend që të pres pafundësisht. Më vjen keq. Na duhet më shumë kohë për të menduar. Por koha është kaq e çmuar për të dyja palët. Kanë mbetur edhe pak fare orë, më thoni. Nëse ky do të jetë një shkëmbim i drejtë, atëherë do të na duhet më tepër kohë cilësore për ta menduar këtë gjë. Në rregull, merrni kohën tuaj, por mos u vononi aq shumë. Përndryshe do ta mbaj unë zërin. Mos u bisni kohë. Kjo është këshilla ime për ju. Gjithçka do të shkojë mirë, Musa. Ajo ka të drejtë. Mos u shqetëso. Wingsa do ta gjejnë një zgjidhje. Ja tek erdhën. Wingsa,
Më vjen keq, Musa. Tani çfarë do të bëjmë? Jo. Po, kjo përcakton gjithçka. Mos keni frikë të flisni. Pa muzikën e saj magjike, nuk ka shanse që Alfia t'i bëj ballë triksave dhe kullës së reve. Por ama ne na duhet çelësi i librit të legjendave për të kyçur librin e ligë të Selinës. Kjo është një pikë me vlerë. Jam e sigurt që Musa nuk do të donte ta vinte në rrezik dimensionin magjik. Ndoshta nuk e keni kuptuar, por ne as nuk e dim se ku ndodhet kulla e reve. Dhe nuk kemi si të futemi në librin e legjendave, ndaj Chelsea është pak a shumë i pavlerë për mendimin tim. Nuk është vendim i lehtë. Për momentin le të gjejmë Musën dhe ta argëtojmë paksa. Mbase mund ta kuptojmë çfarë pozicioni mban në këtë situatë. Around you, I'm not alone. It is incredible the light you've shown. You surround me with rays of light. You're my best friends. There couldn't be a better friend than you. You are so loyal and gifted too. You are my guide, my inspiration, and my muse. We're gonna save the day together, so let the music play. Just feel alive and let your heart beat to the music. This is who we are. Magic can save the world. Musa, Tina dhe dhuratën e muzikës, donim vetëm të tregonim vlerësimin që kemi për ty. Musa. Çfarë është duke ndodhur? Është fuqia e instrumenteve magjike dhe frymëzimit të Musës. Kemi ende shanse për ta mbrojtur Alfian. Urime, Musa! Kjo këngë do të ishte himni perfekt i Alfeas. Potenciali magjik është shumë i lartë, por ne do të na duhet të synojmë për më lart. Më lart e ke fjalën për trompon apo për organ o kishe? Jo instrumente më të mëdha, performancë më e mirë, si një koncert. Sa bukur që janë bashkuar koncertit ton. Në rregull grupi, le të bëjmë pak magji. Je i sigur për këtë? Siç të thash, çfarë do lloj sfide që të zgjedhësh, fituesi bëhet drejtuesi i specialistëve. Riven, shoku, nuk të shkon ti jesh kaq shumë serioz. Nuk po të njoh më. Njerëzit ndryshojnë, Sky. Në rregull, ndeshje me shpata. Forca nuk ka lidhje me armë të lehta si këto. Provoj me finesë. Nuk më duhet ndihma jote. E shoh. Të munda. Më munde, e pranoj. Ti do t'jesh gjithmonë drejtuesi i specialistëve, ndërsa unë do t'jep ndjekësi yt. Jepi dhe vetes disa merita. Ishte një ndeshje midis të barabartësh. Po ta kishe ruajtur qetësinë, mbase do kishe fituar. Nuk bëhet fjalë vetëm për këtë ndeshje, Sky. Pavarësisht sa përpiqem ose sa i afrohem diçkaje, gjithmonë dal hoq. Nëse nuk ndryshoj diçka, nuk do ta kap kurrë majën. Ti je i padobishëm. Edhe ai libri është i padobishëm. Vetëm ka nxjerr një burr të vogël që jeton në një pyll i rrethuar nga lodrat. Të mos përmendim faktin që nuk do t'i ndjek kurrë urdhrat e mia. Askush nuk guxon të mos i bindet triksave. Musa humbi zërin apo jo?
ashtu si që kërkove ti. Dhe si që dim, Alfia nuk mbrohet dot pa muzikën e saj. Për momentin, ama. Pra, duhet të sulmojmë tani dhe t'i shkatërrojmë ato instrumente të kota sa kemi ende mundësin. Mos u shqetësoni, motra. Unë kam një ide. Magjistare, uroj të jeni gati për mësimin e ditës së sotme. Me zi po pres. Kush mund të na tregoj cilësinë më të rëndësishme të një magjistare të re? Pavarësia? Fuqia. Fuqia. Sakt. Fuqia pasohet nga mundësi të mëdha. Dilni përpara të gjithë. Ju presin fuqi të reja. Gati, motra? Po vdes të shoh se si do të funksionoj. Për të mirën e tyre, uroj të funksionoj. Po uni gati, vajza. Dhe tani vetëm tim. Copës a akullit. Rrezet e errta. Kjo magji e paprekshme do t'jetë fantastike. Më në fund diçka që nuk do t'ja mbath nga Wingsat. Këto magjistare nuk lëndohen nga asnjë sulm direkt. Është lëvizja e përsosur e radhës. Oh, hey Daphne, si je? Koncert fantastik apo jo? Po, gjithnjë më ka pëlqyer muzika live. Është vend fantastik. E ke parasysh kur njerëzit mund të mblidhen bashkë. Jam totalisht dakord. Por gjithashtu mund të jetë edhe një vend i mirë për një takim në çift. Sigurisht, patjetër, në koncert. Daphne, a do të dalim bashkë për këtë koncert? Mendova se nuk do më pyesje kurrë. Gati? Gati? Oh, mendoj se po. Po tani. Edhe më mirë. Po thuaj se erdhi ora. Vëmendje që të gjithë. Mjusa do të donte t'ju mirëpriste të gjithëve në koncertin e parë të bandës së kafenes muzikore. Tani, le t'i mirëpresim Wingsat. Për një performancë të veçantë në skenë, ju bashkojnë të ftuarit special Roxy dhe studentët muzikantë. Dhe tani do të luhet himni i Alfias. Mjusa, skena është e jotja. Magji e mjaftueshme për të mbrojtur të gjithë shkollën. Me fuqin tonë të re, Wingsat janë të pashpresa. Le t'i japim fund një herë mirë këtyre zanë. Shtrigat e kullës së reve. Sa bukur që janë bashkuar koncerti tonë. Fatkeqësisht, unë nuk mendoj që kanë ardhur për shfaqjen. Wingsat magjike, Blumi! Zana e flakës së dragoj. Aisha, Zana e valve. Flora, zana e natyrës. Stella, zana e diellit bezullues. Tekna, zana e teknologjisë. Wingsat ka nevojë për ndihmën tonë. Shkojmë pra next, duhet t'i mbështesim. Shpejt! E janë i Wingsa, le t'i japim fund kësaj. Janë thjesht trikset që duan të duken. Për ne janë buket djathtë. Në rregull grupi, përqendrohuni. Në rregull, duhet të lëvizim shpejt dhe të mbrojmë shkollën. E janë të na kapni Wingsa. Sulmi vulkanik. Forbull ujë. Forbull jargavanësh.
me sa më kujtohet, ky sulme kishte një qëllim. Po, ti shkatërrojmë këto instrumente. Tani është mundësia jonë. Çfarë po ndodh këtu? Asnjë nga sulmet tona nuk po funksionon. Po Musa, mos i lejo t'i afrohen skenës. Janë të paprekshme. Sulme direkte nuk i prekin fare. Sa bukur! Dhe një performansë e përsëritur. Sulmoni skenën! Shiko, Musa përpiqet të shfrytëzoj fuqinë e muzikës. Kam frikë se koncerti mbaroi, Sana. Tani! Oh, jo! Fuqit tona! Çfarë ndodhi me to? Ikim që këtu! Çfarë? Prisni Wingsa! Shikoni atje! Është Rumpelstiltskin! Ai duhet të ketë ardhur për çelësin magjik. Jo, nëse ne nuk e lejojmë. Po turma, ato na duan dhe ne nuk mund t'i zhgënjejmë. Lërja Musës të shijoj duar trokitjes. Shkojmë të kontrollojmë çelësin. Më ndiqni Wingsa! Oh, sakrificat që unë bëj për të mirën e ekipit. Oh! Musa, kjo ishte e mrekullueshme. E kam me të vërtet. Edhe pa zërin tënd, koncerti ishte i mahnitshëm. Ti e shpëtove Alfian. Do të doja që ti isha kaq i mrekullueshëm sa ti. Nuk munda të të shpëtoj zërin tënd dhe nuk u gjenda aty kur ta morën. Ti i meriton më shumë. Gjithçka është në rregull. Kasaforta duket e sigurt. Eldora po që merr vesh nga artizanati. Pra, le të kthehemi në shfaqje. Mas po ju ndërpres val? Çfarë do ti këtu? Besoj se ju ka mbaruar koha, ndaj më jepni Chelsin. Përndryshe, zëri do të jetë imi. Lajme të shkëlqyera. Himni i Alfias po kap majat në klasifikim, që tani e kanë bërë remix. Sa i takon dilemës tuaj, vajza, kujtoni ato që ka më shumë rëndësi për ju. Ju këshilloj që ta dëgjoni këtë zonjë të zgjuar. Çfarë është përgjigja përfundimtare për këtë? Musa rrezikoi gjithçka për të luftuar me ne, madje edhe pa zërin e saj. Sepse ajo është mikesha jon, dhe kjo është ajo që bën shoqet. Ndihmoj njëra tjetrën në rast nevoje. E po, ka qishte pra. Nuk ka më punë këtu. Do t'ju jap zërin dhe pastaj miru pafshim, sepse duhet jam badh. Musa, ka diçka që kam dashur të ta them. Supozohet që duhet të të gjendem pranë çdo ditë, të të mbështes dhe të të mbroj si specialist dhe si i dashur yt. Por tani, e vërteta është se nuk jam i aftë të bëj asnjërin nga të dyja. Riven. Ha? Musa? Zëri yt. U kthye. Them se ke të drejtë. Nuk mund ta besoj. Riven, më duhet ta pranoj se kemi pasur ulje ngritjet tona, dhe është e qartë që nuk kemi bërë për njëri tjetrin. Por ti do të mbetesh heroi im gjithmonë. Besoj se duhet të gjej një mënyrë se si të jem heroi vetes. Nëse ka kuptim kjo. Do të jem gjithmonë me ty, Musa.
thellë brenda vetes e di që kjo është gjëja e duhur për ne të dy. Për momentin, le të mbetemi miq. Tu rikthye zëri, funksionoi! Eja, Miusa, të gjithë po presim për ty. Duhet që të festojmë. Riven, do të vish? Më vjen keq Diema, por jo këtë herë. Riven, ku po shkon? E po, kam pak punë për të bërë, dhe më duhet ta bëj krejti vetëm. O, prit pak, kam humbur diçka, mos thua që po largohesh për gjithmonë. Pa çfarë, Riven. Ne jemi këtu për ty. Dhe këtu do të jemi gjithmonë. Mirupafshim grupi. Mirupafshim Miusa. Triksat marrin kontrollin e kështjellës Hogar dhe Hagen është i detyruar të përulet para shtrigave. Ndërkohë Tekna dhe Timi duhet të vazhdojnë të punojnë për të zbuluar se si të aktivizojnë lokalizuesin në mënyrë që kulla e reve të bëhet sërish e dukshme. A do ta gjejnë ato përgjigjen para se të sulmojnë shtrigat e kullës së reve?